Bonusi i fundvitit për pensionistët do jetë i njëjtë si vitin e kaluar, duke u ndarë në 2 kategori sipas masës së pensionit. Gjithçka është bërë me dije nga Ministri i Financave Petrit Malaj gjatë diskutimit në komisionet parlamentare të aktit normativ për ndryshimin e buxhetit 2025. Për gjithë ata pensionistë, të cilët kanë një pension mujor deri në 20.000 lekë të reja, pra 200.000 lekë të vjetra, do të përfitojnë një bonus 15.000 lekë. Dhe për gjithë ata pensionistë të cilët kanë një pension mbi 20.000 lekë të reja apo mbi 200.000 lekë të vjetra, do të marrin një bonus prej 10.000 lekë. Deputetët e opozitës ngritën pikpyetje në lidhje me rritjen reale të pensioneve, teksa Malaj tha se përgjigje do merren me buxhetin e vitit 2026, duke lënë të kuptohet se do ketë rritje të masës së përfitimit. Për sa i përket politikave të kësaj qeverie në lidhje me pensionet, ashtu si kundër dhe ju është premtuar gjithë qytetarëve shqiptar, deri në fund të mandatit, kjo qeveri do të çojë pensionin mesatar minimal në shumën 200 euro dhe pensionin mesatar urban rreth 400 euro. Qeveria në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Financave jemi duke punuar dhe besoj në lidhje me këtë pyetje përgjigjet do t'i merrni me buxhetin e vitit 2026 në mënyrë që të bëni dhe vlerësimet tuaja nëse ne po ndërmarrim apo jo masa në lidhje me këtë pikë. Akti normativ për ndryshimet në buxhetin e vitit 2025 përcakton rritjen e nivelit të planifikuar të ardhurave të përgjithshme me 12.1 miliard lekë, si dhe rritjen e shpenzimeve të përgjithshme me rreth 5.7 miliard lekë.